Në Stamboll ka nisur raundi I parë I bisedimeve të drejtë për drejta mes Rusisë dhe Ukrainës që nga viti 2022. Këto diskutime po zhvillohen në ndërmjetësimin e Turqisë, me synimin për të gjetur një mundësi për paqe dhe për të ndalur luftën që ka shkaktuar dhimbje dhe humbje jetësh. Ndihmësi Vladimir Putinit, Vladimir Medinski po drejton delegacionin rus, ndërsa ministri I mbrojtjes I Ukrainës Rustem Umerov ekipi negociues Ukrainës. E pranishme është edhe pala amerikane me në krye sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio. Ministri I jashtëm turk Hakan Fidan foli shkurt përpara 2 delegacioneve para nisjes së takimit trepalësh. Sot ka 2 rrugë, njëra çon në paqe dhe tjetra do të shkaktojë më shumë shkatërim dhe humbje jetësh. Të dyja palët do të zgjedhin se cilën rrugë do të ndjekin. Mikpritja e të dyja palëve tregon vullnetin ton të fortë për t'i dhënë fund luftës. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që një armpushim të ndodhë sa më shpejt të jetë e mundur. Presidenti I Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka thënë se është I gatshëm të takohet drejt për drejt me presidentin rus Vladimir Putin, duke besuar se vetëm një takim I tillë mund të çojë në fundin e luftës. Megjithatë, kreu I Kremlinit ka vendosur të mos marrë pjesë në këto bisedime, duke lënë hapësirë për delegatët që të diskutojnë mundësinë e një marrëveshjeje. Ky është një moment I rëndësishëm për diplomacinë ndërkombëtare, pasi çdo hap drejt një armpushimi mund të shënojë një kthes të rëndësishme në këtë luftë që ka tronditur botën. Pavarësisht vështirësive, shpresa për një të ardhme paqësore mbetet një objektiv I rëndësishëm për të dyja palët dhe për komunitetin ndërkombëtar.